Kush e elmoi Petronini Luarasin? Lëvizja jon kombëtare dhe gjuha shqipe u luftuan në çdo mënyrë, nga fqinjët tanë, madje deri në atë pikë sa çkishëruan patriotët ortodoks, si Papa Kristo Negovanin, Pandeli Sotirin, Petronini Luarasin, Papa Totasin. Ata vranë në mënyrën më të shnjërzore këta burra dhe dietar të mëdhenj. Andart grek, më parë patën vrarë edhe Daskal Todhrin, patën elmuar Naum Veçil Harxhin, Papa Totasin e tjerë, por nuk arritën kur të vrasin dëshirën e shqiptarëve për shkollim, liri dhe përparim të vërtet. I tillë ishte Petronini Luarasi, i cili shkronjat shqipe i shkroi me gjak. Më 17 gusht të vitit 1911, në Hersek do të shuhej Petronini Luarasi, 47 vjeç, prift, shkrimtar, mësues. Iku i helmuar. Petro punoi si drejtore dhe mësues i shkollës së parë shqipe të motrave Shqiriazi në Korçë në vitin 1887. Në vitin 1904 emigroi në Shtetet e Bashkuara ku qëndroi disa vite, si antar aktiv i lëvizjes kombëtare shqiptare. Petronini Luarasi ishte delegat në Kongresin e Manastirit, që sankcionoi krijimin e alfabetit shqip në vitin 1908. Për atdhetarizëm, mësimin e gjuhës shqipe dhe veprimtari shoqërore, Petronini u përndoq si nga turqit e rinj, ashtu edhe nga patriarku ekumenik ortodoks i Konstantinopojës. Duke i gjurmuar hapasapi veprimtarinë e Petroninit, Mitroploi Grigori i Kosturit, i cili kishte dërguar qarkore në eparhinë e Kolonjës dhe Vakëf, që të mos e pranonin Petron si mësues në ato anë, madje duke i kërcënuar ata me çkishërim. Ai edhe vet Petron e kishte anatemuar e çkishëruar. Mirë po Petron nuk e zbrapsën këto kërcënime. Ç'është e vërteta, ai vetëm e zgjeroi aktivitetin e tij, duke e hapur madje një shkollë edhe në Hersek. Një nga detyrat e rëndësisë së veçantë të Petros me bashkëveprimtarët e tij ishte mbrojtja e këtyre shkollave nga armiqtë dhe kisha greke, por edhe furnizimin e tyre me libra shqip, si edhe mbajtja me mjete. Për konkretizimin e tërë kësaj pune, advetari i denjë asaj kohe, Hysni Myzyri, thotë: lufta për shkollën e shkrim shqip ishte një luftë për vetë ekzistimin e kombit shqiptar. Mbi këtë bazë kisha greke ishte kundërshtarje kryesore e shkollës shqipe në Shqipëri. Do përmendur rastin më eklatant i vrasjes mëmizore që është bërë qysh atko, djegje në zjarr për së gjalli të gjok shqiptarit nga pleshishti i Podkozhanit të Mokrës, për shkak se gjatë një kontrolli që i bën në shtëpinë e tij, i kishin gjetur një ark me libra shqip, që i kishte sjell nga Bukureshti. Despoti i Korçës, Filothesos Konstantinidis, po bënte plane për zhdukjen e Petroninit. Diku në fund të vitit 1891, Petro mori rrugë për Stamboll, Rumani e Bullgari, për të mbledhur atje ndihmë për mbajtjen e shkollës nga ana materiale. Atje takoi krerët e vatrave kombëtare, si vëllezërit Frashëri, Nikol Naçon e tjerë. Më pas, duke parë suksesin e kësaj nisme të mbar, shkollat shqipe u hapën edhe në Pogradec, në Tresk, Polen, Luaras, Hersek, Leskovik, Elbasan e tjerë. Petronini Luarasi kishte bërë një punë të veçantë për çeljen e këtyre shkollave. Madje ai mbante tërë barën e furnizimit të këtyre shkollave me libra shqip, që i sillte nga Bukureshti, sikur edhe mjetet shkollore. Propagandës shoviniste të grekomanëve, Petronini Luarasi ju përgjigj me veprën e tij, mallkimi i shkronjave shqipe e çpërfolja e shqiptarit, ku advetari pasqyron në mënyrë argumentuese edhe me dokumenta konkrete mbi abuzimet që bëheshin në emër të fesë. Duke u ndeshur me realitetin, Petro shkruante: e vërteta bën fen, dhe jo feja të vërtetën. Ta dashurojmë dhe ta përparojmë gjuhën edhe kombin ton, si të vetmen rrugë dhe shpëtim që na besoi Perëndia për provë të vlerës son midis kombeve të tjerë. Kush është frikacak kundrejt së drejtës, bëhet tradhtar i mëmëdheut dhe i vetes së tij. Petronini Luarasi, mallkimi i shkronjave shqipe. Kjo vepër bëri që fundi i tij të ishte tragjik. Ata e helmuan qarqet shoviniste grekomane. Kjo vdekje të botë i trazoi shpirtrat përparimtare liridashës të kohës. Për këtë rast të shëmtuar e kriminal, shkroi shtypi shqiptar, por edhe ai anglez e amerikan. Me psalmet shqip në kishën e Luarasit, në bashkëpunim me Papa Stefan Luarasin, Petronini polemizoi i vendosur edhe në mënyrë argumentuese edhe me despotin e Korçës, Grigorin, duke e vënë atë paras provës së madhe të realitetit.
Çdo popull ka të drejtë për të jetuar i lirë, të ushtrojë lirshëm gjuhën edhe kulturën e vet, të kultivojë historinë edhe vlerat e veta. Petro gëzonte për krajen e pakursyer të patriotëve të kohës, në lidhjet e tij me rrethet patriotike dhe përkitazi me zbatimin e platformës kombëtare, Luarasi bashkëpunoi me Parin Bektashiane, moderator të muslimanizmit, dhe me protestantët anglo-amerikan, përfaqësuesi shqiptarit të cilëve ishte Gjerasim Qiriazi, me të cilin themeluan shoqatën protestante Vllazëria e Shqipërisë në vitin 1982. Qarqet ortodokse greke i kishin bërë shantazhe të ndryshme, mirëpo kërcënimet nuk po e lëkundin vendosmërinë e Petroninit në misionin e tij kombëtar për përhapjen e gjuhës shqipe. Ata provuan që Petron ta blejnë edhe me para, por ai nuk u shit. Si e vetmja rrugë mbeti eliminimi i tij fizik. Fillimisht e burgosën, duke menduar se tani e ka në dorë dhe do ta kushtëzonin me jetë. Mirëpo Petronini, diku në prill të vitit 1904, u arrëtis nga burgu dhe shkoi në egzil. Petronini Luarasi zhvilloi një aktivitet të gjerë patriotik. Krijoi shoqëritë e para shqiptaro-amerikane, Pellazgu dhe Malli i Mëmëdheut. Ndihmoi Sotir Pecin për botimin e gazetës Kombi dhe Fanolin që të kurorëzoi prift e të hidhte themelet për krijimin e kishës autoqefale shqiptare në Amerikë. Ai themeloi librarinë e parë me libra shqipe anglisht. Bashkëpunoi ngushtë me Kristo Dakon, udhëheqësi protestantëve shqiptar atje, për të përhapur frymën kombëtare midis emigrantëve ekonomik, të cilët, nga reaksioni shovinist grek, ishin të tërhequr e të friksuar për ndonjë pasojë të mundshme të familjeve të tyre në atë dhe. Si mësues, punoi si mësues në fshatrat e Kolonjës, ku mësonte fëmijëve fshehurazi gjuhën shqipe dhe përgatiti një grup shokësh si mësues. Në vitin 1882, çeli shkollën e parë shqipe në fshatin Bezhan të Kolonjës, kurse në vitin 1887 hapi shkollën shqipe në Erseke dhe pak më vonë, 1892-1893, shkollat shqipe në krahinën e Kolonjës e të Vakëfeve. Punoi si drejtore dhe mësuesi mësojnëtore së parë shqipe të Korçës dhe më vonë i shkollës së Negovanit 1909-1911. Bashkëpunoi në organet Bashkimi i Kombit, Manastir 1909-1910, ku që edhe redaktor, në Drita, Sofje 1907-1908, në Kombi, Boston në vitin 1908, në Liria, Selanik 1909-1910, ku bëtoi shkrime publicistike, pedagogjike dhe poezi. Në veprën politike, mallkimi i shkronjave shqipe dhe çpërfolja e shqiptarit, Manastir vitin 1911, mbrojti të drejtën e popullit shqiptar për kulturën e vet kombëtare, propagandoi një nga idetë qendrore të rilindjes, bashkimin në luftë për lirinë e Shqipërisë, pavarësisht besimit fetar. Edhe 99 herë po të rrëzohemi, përsëri do të ngrihemi. Petronini Luarasi. Përparimi i shkollës shqipe të Negovanit, veprimtaria e tij për themelimin e një komiteti për bashkimin e gjithë qetave në Shqipërinë Jugore dhe sidomos libri Mallkimi i shkronjave shqipe dhe çpërfolja e shqiptarit, që goditi rënd politikën shoviniste të klerit grek në Shqipëri, bën që më 17 gusht të vitit 1911, agjentët e despotit të Korçës, Joakim, ta helmonin, të shpallnin se vdiq nga kolera dhe të tentonin për t'ia djegur edhe kufomën me gëlqere. Ai vdiq si martir i gjuhës shqipe, duke mos e gëzuar shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë. Transmeton epokaere.com